Mungesë e infrastrukturës dhe stafit mjekësor, pajisje dhe vegla operimit të sallës së kirurgjisë të vjetëruara janë disa prej faktorëve me të cilët duhet të përballet një pacient në Spitalin Rajonal të Vlorës. Kjo situatë pranohet edhe nga vetë drejtori i këtij institucioni Remzi Axhiu, i cili ka theksuar se përpos këtyre një mangësi tjetër është edhe ndriçimi tepër i dobët në sallën e operacionit. Ato që ne kemi mangësi janë ndriçimet në sallën e operacionit, cilat janë jo të mjaftueshme, jo bashkëkohore, janë ndriçues të vjetër, për sa i përket lagështirës. Kjo ndodh për arsye se kur është bërë rikonstruksioni i spitalit, u bën gjithë ato investime dhe sistemi hidraulik ka mbetur ai i 40 ca viteve më parë, që kur është krijuar spitali. Mjekëve kirurg, neve kemi mangësi, në organik duhet të jenë 10 mjek kirurg, aktualisht ne kemi 6. Kjo situatë, e cila mund të konsiderohet alarmante, pranohet edhe nga shefi i repartit të kirurgjisë Alfred Muçaj. Nga instrumentat kirurgjikal, të cilët kanë vite që nuk janë ricikluar, nuk kanë ardhur të rinj, nuk janë prodhuar të rinj. Kemi sallën e parë të urgjencës që nuk ka shtrat operator, shtrati është shumë i vjetër dhe nuk ka ndryshim qendror. Mjetet e zakonshme që ne përdorim pothuajse çdo ditë, me mungesa të vazhdueshme, që nga materiali i qepës, tek drenat aspirator që ne përdorim. Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë një inspektimi në këtë spital ka konstatuar se i vetmi shërbim që ofrohet është furnizimi me ujë gjatë 24 orëve, ndërsa kushtet e tjera mungojnë, duke mos lënë pa përmendur këtu faktin sa i përket medikamenteve, të cilat ky institucion i ofron vetëm në rastet e urgjencave, ndërkohë që çdo gjë tjetër sigurohet duke u blerë jashtë ambienteve të tij.